Gerta Gixhari është përlotur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP4, pasi e ka marrë malli për 2 djemtë e saj. Gerta Gixhari është përlotur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP4, pasi e ka marrë malli për 2 djemtë e saj. E për këtë arsye ka vendosur që të thyej kutinë e emergjencës që kishte një telefon. Nelin, kam shumë kohë që nuk ndihem mirë nga ana emocionale për familjen time. Edhe pjesa e çunave këtu jashtë nuk më ngopi fare, nuk më kënaqi, asgjë. Prisja të ishin brenda shtëpisë dhe do të doja shumë të flisja, sidomos me djem. Për të gjithë familjarët më ka marrë malli, për mamin, për babin, bashkëshortin, por shpresoj shumë që të kem këtë telefonatën nga vëllai i madh, tha Gerta e përlotur para se të lexonte se çfarë përmbante zarfi. Nelin, por banorja mbeti e mërzitur kur mori vesh se telefonatën nuk mund ta përdorte vetë, por do ja jepte një tjetri. Nelin, telefonatën e përzgjedhur nuk mund ta përfitosh ti. Zgjidh cilit banor do t'ja japësh këtë mundësi, shkruaj në zarf. Nelin, ndërkohë Rozana me lot në sy i thot që t'ja jap dikujt telefonatën dhe më pas ai banor do t'ja kthej prap asaj. Kujto që do ja japësh ne do të marrim fëmijët e tu, i tha